Përshëndetje. Atëherë zoti Kraja, po nisim me një bisedën pasi me sa duket ka rënë në ngrata e kryetarit të Partisë Demokratike zoti Sali Berisha. Nuk do të lejojmë që interesat tona të politikës së jashtme apo marrëdhëniet me Shqipërinë të mbajnë peng nga vendime të politizuara të epokës së Bidenit, thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Çfarë do të thotë kjo? U vërtetuan akuzat e opozitës që ka qenë një vendim politik dhe se opozita tashmë nuk e emëron më pushteti. Po, ju dëgjoj pak me vonesë, por shikoni, është një lajm i jashtëzakonshëm pasi në vetvete konfirmon rezultatin e një betejë e cila ka filluar prej 2021-shit. Një betejë e cila tani më e dim ishte korruptuar për shkak të Charles McGonagall, i dënuar, ju e dini shumë mirë, nga gjykata amerikane si një agent i cili ka marrë rishfet për të influencuar vendimarrjet. Dhe ja ku jemi sot, 4 vite më vonë, pra në 2025-ën, pak orë prak të një deadline elektoral, dhe ju e dini që kjo nuk është thjesht një rasti, është një drejtësi politike, diplomatike, një drejtësi e cila i mundson realisht çdo shqiptari që të kuptojë një mirë për gjithmonë që ka vetëm një të vërtetë. E vërteta është që Partia Demokratike dhe lideri i saj Sali Berisha ka qenë objekt sulmi në mënyrë të padrejtë, të politizuar nga një administratë e cila ka qenë objekt influencash jo në shërbim të interesit të një marrëdhënie pozitive, historike, shekullore shqiptaro-amerikane, por në shërbim të interesave okulte, sorosiane, ju e dini shumë mirë këtë gjë, nga ku e ripërsëris, kjo është një fitore për radhë parë për Sali Berishën, për Partinë Demokratike, por për gjithë Shqipërinë dhe vetë Amerikën, sepse në fundit e vërteta triumfohë, e drejta triumfoi. E qartë, por sigurisht zoti Berisha doli sot të bërë një falënderim, madje tha, unë ende nuk